Në ditën e armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Mbrojtjes e prezantoi zyrtarisht atë si Armata Maqedonase, thuhet në reagimin e BDI-s, duke prezantuar edhe një postim të Ministrit të Mbrojtjes Vlado Misailovski. Sipas integristëve, në rendin kushtetues, përcaktimi Maqedonas lidhet vetëm me identitetin etnik të popullit Maqedonas, ndërsa emri zyrtar është Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo u përket të gjithë qytetarëve dhe të gjitha bashkësive që e përbëjnë shtetin. Ndoshta ministria pa dashje ka përshkruar realitetin që vetë qeveria po krijon, pretendojnë nga BDI-ja. Shqiptarët që larguar sistematikisht nga pozitat e larta dhe nga qendrat e vendimmarrjes në sektorin e mbrojtjes. 10 drejtorë në Ministrinë e Mbrojtjes asnjë shqiptar. Në nivelet ku merren vendimet, prania shqiptare është reduktuar deri në përjashtim të plot. Armata financohet edhe nga taksat e shqiptarëve. Shqiptarët kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë në uniformën e saj. Familjet shqiptare ja kanë besuar këtij institucioni bijt dhe bijat e tyre. Askush nuk ka të drejtë ta shndrojë atë në pronë simbolike dhe institucionale të vetëm një bashkësie. Ndërkohë zvleni hesht. Ministrat dhe zëvendës ministrat e tyre ruajnë kolltukët, ndërsa shqiptarët humbin pozitat në polici, në ushtri dhe në të gjithë sistemin e sigurisë. Roli i tyre është reduktuar në arsyetimin e vendimeve të BMRO-s dhe në prodhimin e komunikatave kundër BDI-s. BDI kërkon korrigjimin e menjëhershëm të emërtimit, publikimin e strukturës etnike të pozitave drejtuese në Ministrinë e Mbrojtjes dhe rikthimin e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në të gjitha nivelet e vendimmarrjes. Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut është institucion i përbashkët. Çdo përpjekje për ta paraqitur dhe ndërtuar si institucion monoetnik cënon drejt për drejt karakterin multietnik të shtetit dhe frymën e marrëveshjes së Ohrid, thuhet në reagimin e BDI-s.